Mirëmëngjesi, dhe vjen ky moment që ngelen vetëm 6 banorë në shtëpinë e Big Brotherit, një prej cilëve ka dalë tashmë në finale, që është Selin, dhe tani jemi në kërkim të 3 finalistëve të fundit, pra që për të plotësuar katëshin e finalistëve, dhe gara është mes Brigenës, Mateos, Mirit, Rogertit dhe Shëndritit. Ajo që dua të them unë këtu është që urimet të 6-ve ose të 5-ve që janë këtu për arritje në gjysmën finale, sepse për sa kohë janë aty do të thotë që e kanë merituar edhe për shkak të mbështetjes së publikut, por edhe për atë çka kanë dhënë në shtëpi. Këtu dua të përjashtoj ato banorë që kanë dalë, sepse ndoshta në një që ka dalë vetë edhe mund ta shikonin në gjysmëfinale ose në finale, por tash ata kanë dalë. Dhe mendoj se këta personazhe kanë dhënë në shtëpi, i kanë dhënë shtëpisë atë spektaklin, debatin, inatet, të qeshurat e kështu me radh, bukurinë, melankolinë, dashurinë e kështu me radh, nga pak, dhe kanë plotësuar puzzle-in e këtij Big Brotheri 5, të edicionit 5. Tani, unë kam bërë një parashikim para një 10 ditëve me 28 mars besoj, shikojeni pak këtu. Kam bërë një parashikim që 3 finalista do jenë Selin, Miri dhe Rogert, dhe finalisti i 4 do diskutohet mes Brikenës dhe Mateos. Publiku, siç e shikoni në këtë sondazh, ka votuar për Mateon. Dhe jam edhe unë deri diku dakord që 3 finalistat e tjerë do jenë Rogerti, Miri dhe Mateo. Më vjen shumë keq edhe për Shëndritin, po edhe për Brigenën. Shëndriti besoj që duhet të jetë shumë i kënaqur, e ka fituar Big Brotherin e vet deri në gjysmëfinale, sepse Shëndriti është një personazh që ka hyrë dhe çik më vonë, patjetër, ndërsa Brigena më vjen keq për Brigenën për një arsye, sepse garën në fakt që nga fillimi e ka pas me Mateon. Pra, njëri nga këto dy mund të shkonte në finale në këndvështrimin tim gjithmonë, është thjesht perceptimi im, mund të ndryshoj çdo gjë nga sot deri të shtunën, mund të ndryshoj çdo gjë 100%, mund të përmbyset çdo gjë. Publiku është i paparashikueshëm, kështu që varet edhe nga sjellja e tyre, edhe nga qasja e tyre, por edhe nga ajo që do bëjnë këto ditë. Kështu që suksese të 5-ve në këtë televotim për finalistët e fundit, dhe fitof më i miri, ciao.